Për investitorët e huaj në Maqedoni, klima e investimeve është e përmirësuar. Sipas anketës së realizuar nga Këshilli i Investitorëve të huaj, ata janë 13% më të kënaqur në vitin 2025, krahasuar me vitin paraprak. Në vlerësimin total të kënaqësisë, 55% e investitorëve të huaj do të donin të riinvestonin në vend, krahasuar me 42% që ishin shprehur kështu në vitin 2024. Por kreu i Këshillit Viktor Mizo, duke folur për kënaqësinë, gjithsesi përmendi edhe investitorët që kanë dhe disa vërejtje për funksionimin e institucioneve. Problemi është në dhënien e ndihmës shtetërore, ku sipas investitorëve duhet të ketë një qasje më të unifikuar për përcaktimin e kosteve të investimeve dhe kriterieve për mbështetje, pavarësisht se përmes cilës institucioni jepet ndihma. Ata janë veçanërisht të shqetësuar për paralajmërimet për bllokime të reja në pikat kufitare nga transportuesit në rajon. To direktno ne afektira, бидејќи тоа не е само процес на како ќе извеземе, туку и како ќе ги увеземе тие репроматеријали, бидејќи сето тоа доаѓа на покопнем тат со камиони. Трошоците кои ги имавме во тие 5 дена крајот на јануари со користење на авионски превоз за да ги задоволиме потребите нашите клиенти беа од 100.000 до милиони евра за дел од компаниите. И мора да се земе во обзир дека само ние, Србија и Босна, барем во автомобилската индустрија, овдека работат околу 110.000 луѓе во таа индустрија. Ky problem me transportuesit ka lindur për shkak të zbatimit strikt të sistemit të regjistrimit të hyrjes dhe daljes në Bashkimin Evropian, sipas kryeministrit Kristian Mickoski, dhe tashmë po shfrytëzohet për të gjetur një zgjidhje. Qeveria, tha ai, po bën bisedime me disa vende të BE-s që janë pjesë e zonës Schengen. Веќе имаме на билатерална основа разговор со неколку држави од Европската Унија, но и истовремено членки на Шенген зоната, така што во прашањето ваше е содржан и одговорот. Најверојатно начинот на кој што ќе се реши тој проблем ќе биде преку издавање на годишни визи со повеќе кратен влез и повеќе кратен излез од Шенген зоната. Kjo do të thotë që një vizë e lëshuar në një vend do të vlejë për gjithë zonën Schengen. Sa i përket gjendjes aktuale me krizën që lind pas sulmit amerikano-izrael ndaj Iranit, sipas Mizos ende është herë të vlerësohet se çfarë do të jenë pasojat për ekonominë. Ai mendon se duhet të pritet të paktën 1 deri në 2 javë për të parë se si do të zhvillohet situata dhe çfarë ndikimi do të ketë në industrinë dhe zinxhirët e furnizimit.